ta përmbyllur, patjetër struktura e çmimit të karburantit në pikën fundore. Në Shqipëri është e tillë që vlera e importit zë pjesën më të madhe. Ne e dimë që tashmë vlera e importit ka luhatshmërinë e vet për shkak të situatës së krizës, por edhe e dimë që modeli i biznesit i ndërtuar nga ana juaj është i tillë që le të themi nuk keni produkt afatgjat, por i keni me kontrata të cilat paguhen në momentin e marrjes në dorëzim të produktit hidrokarbur sipas ditës përkatëse dhe çmimit në bursë të ditës përkatëse. Patjetër kjo bën të luhatshëm çmimin në Shqipëri, ku pjesa më të madhe, siç e thash, e zë vlera e produktit dhe pjesa tjetër që është diku te, le të themi, 147 lek pa TVSH, ka qenë kosto reale e produktit javën e kaluar pa TVSH. Ndërkohë, çmimi mesatar i shitjes me pakicë javën e kaluar ka qenë rreth 161.67 lek pa TVSH përsëri në pikën fundore. Kjo tregon që sigurisht ka një fitim bruto rreth 13-14 lek në gjithë zigjirin e tregtimit të karburantit në Shqipëri, që është një marrësh i pranueshëm dhe nuk kemi deri tani çfarë kemi parë në gjatë kësaj kohe, patjetër edhe të masat e vazhdueshme të Ministrisë së Financave të monitorimit të abuzimit të kësaj natyre. Patjetër nuk hy në diskutimin që bordi i transparencës e kemi eksperiencën e para 2-3 viteve dhe bazën ligjore për ta ngritur ky bord vazhdon të jetë në fuqi dhe miratohet me një vendim Këshilli i Ministrave nëse do ishte e nevojshme. Faleminderit. Faleminderit, Ministër. Një tjetër sqarim për ata që na ndjekin, sepse konstatoj që jo të gjithë janë të informuar që Shqipëria nuk prodhon naftë të përdorshme për pikat fundore dhe kjo do të thotë që nuk e kemi këtë pasuri natyrore të zbuluar dhe të përdorshme, pasi nafta që ne nxjerrim është naftë e rëndë, e cila në rast se do të futej në përpunim do të kërkonte një rafineri dhe kosto shumë të mëdha për një përpunim që ta çonte deri në pikën fundore dhe megjithatë, siç ka treguar edhe historia në të shkuarën, nuk arrihet që të jetë një produkt i cili të përmbush parametrat e nevojshëm për shkak të përmbajtjes që ka. Kështu që ajo është një naftë e cila përdoret për industrinë, për një naftë bituminoze që përdoret për asfalt e kështu me radhë. Kjo është shumë e rëndësishme sepse shumë herë njerëzit lëshohen në këto përfytyrimet që ne kemi naftën tonë, pse këtu duhet rritet çmimi, naftën ne na e ka dhënë Zoti, ndërkohë që është e vërtetë që ne kemi edhe rezerva nafte premium, por deri më sot, siç tregoi dhe rasti i Shpiragut, pavarësisht se nafta së bashku me gazin u zbuluan, gjeologjia shumë specifike e atij formacioni atje e pamundësoi nxjerrjen me një kosto të arsyeshme për ta hedhur pastaj në prodhim për tregun. Ne nuk kemi rreshtur së kërkuari zgjidhje të tjera, duke pas parasysh se teknologjia ndryshon çdo ditë, por për momentin situata është kjo. Dhe prandaj ne jemi të varur nga, si shumë vende tjera, se si jemi vetëm ne, të varur nga bursa, të varur nga konjunkturat ndërkombëtare dhe të prekshëm edhe nga një krizë që është në një territor shumë larg nesh, sepse impaktohet tregu global i naftës, ku
praktikisht gjithë ju keni aksesin dhe me cilin ju punoni. Edhe dy fjalë nga Ministri i Financave, për sa i përket aspektit që lidh drejt për drejt Ministrinë e Financave dhe strukturat tona të ardhurave, përpara se sa pastaj patjetër cili do për jush që dëshiron të marrë fjalën nëse ka diçka për të shtuar, për të korrigjuar apo për të informuar me vlerë për këtë tryezë dhe për ata që na ndjekin. Ministër. Faleminderit kryeministër, në linjë edhe me sa u tha nga ministrat e tjerë, me qëllim monitorimin e situatës, një javë përpara Ministria e Financave deklaroi dhe publikisht krijimin e task forces midis strukturave të drejtorisë së përgjithshme të doganave dhe drejtorisë së përgjithshme të tatimeve. Plani operacional i kësaj strukture, pra i task forces, është i shtrirë në dy plane. Plani i parë ka të bëjë me monitorimin e çmimeve, si dhe marzhet e fitimit të aplikuara qoftë nga tregtarët me shumicë të hidrokarbureve apo tregtarët me pakicë të prap hidrokarbureve. Plani i dytë, i këtij plani operacional, është natyrisht rritja e efikasitetit dhe kontrollit qoftë tatimor apo doganor, që ka për qëllim uljen të evazionit fiskal apo dhe të kontrabandës që ndodh. Task Forca tashmë prej një jave është në teren, është e shtrirë në gjithë territorin e Shqipërisë. Ashtu si kundër u tha dhe nga ministrat, nuk janë vërejtur rritje të çmimeve apo të marzheve, qoftë kjo nga operatorët grosist apo ata me pakicë. Megjithatë kemi evidentuar shkelje të tjera të cilat Task Forca ka ndërmarrë masa, por ajo që më duhet të theksoj kryeministër është që strukturat do të vijojnë monitorimin e vazhdueshëm në teren dhe natyrisht në raste do të evidentohen që ka rritje të çmimeve në mënyrë abuzive apo të marzheve të fitimit, do të detyrohemi pasaj që të ringrihet bordi i transparencës në mënyrë që dhe ne pasaj të marrim masat e nevojshme. Kështu që to janë për sa i përket task forces, puna vijon, plani do të shtrihet pa afat derisa të kemi një qetësim të situatës. Edhe një element tjetër që e kemi diskutuar vimësisht me ministrin dhe që është i rëndësishëm për këtë bisedë për perspektivën e afërt. Mbase jeni të informuar, mbase nuk jeni të gjithë të informuar që prej disa kohësh ne kemi krijuar një kompani të re publike në ortakri me Emiratet e Bashkuara, me kompaninë e tyre të të njëjtit objektiv, e cila quhet Alptrace. Alptrace është praktikisht kompania publike që do të bëjë gjurmimin e të gjitha produkteve të akcizës me teknologji. Dhe së shpejti Alptrace do të hyjë në treg me dy produkte dhe veta të para që kanë të bëjnë drejt për drejt me gjurmimin dhe me ndjekjen e naftës. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë gjurmimi i gjithë sasive të naftës që hyjnë në tregun shqiptar do të garantohet me një teknologji të fjalës fundit, që praktikisht do të çojë në një nivel tjetër atë që ishte gjurmimi me bojrat e mia. Se faktikisht nga të gjitha analizat e bëra përpara se ne të hidhnim të hap tjetër, rezultoi që ai ngjyruesi që përdorej për naftën ishte nganjëherë më kollaj për tu kthyer në ujë se sa bojrat që unë përdor për zgaravinat e mia që po të shikonin duart i kam me shenja akoma. Kështu që ky produkt i ri është absolutisht i
pa kapshëm nga asnjë sy tjetër përveç se nga syri magjik i prodhuesit. Ndërsa ndjekja do të thotë që